Masat që policia e shtetit do të marrë sa i takon mbarvajtjes kësaj proteste të ditës së sotme. Kam Gjensila drejt për së drejti. Gjensila, përshëndetje. Cilat janë masat që policia e shtetit do të marrë sot dhe kemi një numër të shtuar të forcave të policisë? Të përshëndesina, në fakt ndryshe nga protestat e mëparshme kur ka pasur një numër më të shtuar të punonjësve të policisë, duket se është minimizuar në këtë radhë. Pra në këtë protestë është parashikuar që rreth 500 punonjës të forcave të policisë së shtetit janë në gatishmëri në fakt dhe do të pozicionohen pranë ambienteve të godinës së kryeministrisë, aty ku është thirrur dhe tubimi ditën e sotme nga organizatorët dhe nga Partia Demokratike, pra nga opozita, ndërkohë që një pjesë tjetër e punonjësve të policisë do të qëndrojë në gatishmëri nëse do të jetë e nevojshme për të spostuar pra apo për të ndërhyrë në godinat e tjera. Kjo për faktin se dhe plani i policisë së shtetit ka nisur që prej orës 14:00 ku përgjatë gjithë bulevardit Dëshmorët e Kombit nuk janë lejuar parkimi i automjeteve, por ndërkohë bllokimi i qarkullimit përgjatë këtij aksi rrugor, pra nga bulevardi Dëshmorët e Kombit duke nisur nga Ministria e Brendshme drejt sheshit Nën Tereza, por edhe njësë rrugësh dhe rrugica që lidhen pra me bulevardin Dëshmorët e Kombit nuk është lejuar qarkullimi i automjeteve. Pra që prej orës 15:00 dhe deri në përfundim të protestës, e cila sipas njoftimit që i është bërë nga organizatorët e tubimit në Policinë e Tiranës është njoftuar për 2 orë, pra nga ora 18:06 mbasdites deri në orën 20:00. Por gjithsesi, të gjitha këto rrugë pra që do të çojnë drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit do të jenë të bllokuara dhe të pa aksesueshme për kalimin e automjeteve dhe i është kërkuar pashtu apel qytetarëve që të shmangin këto rrugë nëse nuk janë pjesë e tubimit, por njëkohësisht mund të ketë devijime dhe spostime spostime të rrugës për qytetarët që kalojnë me automjete në rast se tubuesit pra organizatorët apo dhe protestuesit nuk do të qëndrojnë vetëm pranë ambienteve të godinës së kryeministrisë, ashtu siç në fakt është lajmëruar dhe në Policinë e Tiranës, por mund të ketë një spostim të tyre, pra të tubuesve. Njëkohësisht janë marrë masat e nevojshme ashtu siç për shembull të infrastrukturës, një spostim për ku? Ke informacione për këtë gjë? Një nga dy të paktën nga burimet policisë më është konfirmuar se ka dyshime, nuk ka zyrtarisht një kërkesë, mund të themi se në godina të tjera pra të institucioneve të rëndësishme veçantë do të ketë tubime apo protestë nga protestuesit, por për aq kohë sa kjo protestë është paralajmëruar deri në dorëheqjen e zonjës Balluku, në fakt mund të ketë një dyshim pra se mund të ketë protestues që mund të spostohen pra deri në përfundim të protestës mund të spostohen ose mund të ecin drejt godinës së Ministrisë së Infrastrukturës. Mund të themi se zyrtarisht nga organizatorët kjo pjesë nuk ka qenë e shkruar pra në letrën e njoftimit që i është bërë Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit apo dhe Policisë së Tiranës, por gjithsesi janë marrë masat e nevojshme edhe nga forcat e rendit nëse do të ketë një tubim edhe në godinat kryesisht në godinën e Ministrisë të Infrastrukturës. Ndërsa përsa i përket planit tjetër të masave të policisina, në fakt është thuajse si në çdo protestë tjetër të thirrur nga opozita, ku kamerat janë më të shtuar, kamerat e sigurisë pra përgjatë bulevardit për të identifikuar nëse do të ketë ndonjë protestues të dhunshëm apo nëse do të ketë akte dhune ndaj godinës kryeministrisë, por jo vetëm, po ashtu edhe molotov apo sende të forta ndaj punonjësve të policisë së shtetit apo forcave të rendit. Dhe njëkohësisht kamerat pra shtyllat elektrike ku janë vendosur kamerat e sigurisë, sigurisht janë të lyera me graso si në çdo tjetër protestë. E veçanta është po ashtu nga plani i masave të policisë, ndryshe nga herët e tjera ka nisur një detajim, mund të themi apo një organizim më efikas i forcave të rendit për aq kohë sa pjesa më e madhe e personave që do të mbahen në mbikëqyrje apo në vëzhgim nga oficerët e sigurisë, kryesisht ata që janë civil dhe jo me uniform, do të jenë ata protestues që më herët, pra në protestat e mëparshme, kanë kryer akte dhune. Pikërisht këta persona dhe të arrestuar sigurisht për aktet e dhunës në protestat e mëparshme dhe sigurisht këta persona do të jenë më në lupën e policisë së shtetit në protestën e thirrur ditën e sotme. Shumë i qartë, Gjensila, faleminderit shumë për detajet që përcolle. Punë të mbarë në orët në vijim në protestën e orës 18.